Njëse më njërë komunimi së bashku, marrim spaku një bised në këto momente, duke u ndalur edhe tek tema e ditës. Se përmënda në njëritë programit, në fakt, Kryeministri Edi Rama vjon të këmgull për poston video që pezullimi i Belinda Ballukut, mbi gjitha si Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë, por dhe si zëvendës Kryeministre, firma e saj po pengon, apo po blokon punët e qeverisë. Çështja ka shkuar në kushtetuese që si sot javë prandaj në ardhshme do të mblidhet dhe do të marrë një vendim. Unë pyesim ju si e shihni rastin Ballukut. Le themi ka drejtë apo kryeministri, ka drejtë gjykata që pezulloi etj në lidhje me akuzën që ka SPAK ndaj saj. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ju gjë me vëmendje, më thuaj. Kjo GKK-ja, qa është kjo? Po? Që ka pezulluar Belindën. Sigurisht që e ka bërë me urdhë të Saliut, nuk e ka bërë vetë ajo. Dhe jo ligjore, domethënë. Po? Ajo mund t'i drejtoj parlamentit, të lironi nga imuniteti, nga të tjerat, dhe ta marrën për gjykim, siç është bërë për gjithë tjerë. Mirë, po kjo është nxituar, edhe Edi Rama ka shumë të drejtë kur thotë që ne jemi një organ i pavarur dhe një njeri për në drejtësi do ta japim ne, jo do vini ta rrëmbeni ju. Sepse unë jam i blinduar. Kam veshur kostumin e hekur të pushtetit. Tani SPAK-un dhe GKK-n kush i kontrollon më sipas jush? Se ju thoni që me urdhë të Berishës GKK-ja e pezulloi. Po. Ato i kontrollon Partia Demokratike. Ata janë gjithë të plepave. Të SPAK-ut, e të GKK-s, nuk i kontrollon. Po ata që po hetohen, apo janë në hetime, apo direkt nga opozita, apo dhe vetë Berisha, apo që është për çështjen Partizani? Berisha s'po hetohet. Për çështjen Partizani? Atje mund të ketë në një kokër të pavarur, por ai i pavarur i mbytin ata të tjerë. Njeri e merr Berishën 3 lëshoj. Okej, mirë. Njeri do të arrestoj Berishën, 3-4 tjera e lëshoj. Okej, mirë, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën.